Të dashur qytetar të Podujevës, të nderuar bashkëdhetar, ju faleminderit shumë që na keni mbledhur këtu bashk, kur të gjithë thrasim një zëri, siguri dhe begati, më shumë siguri dhe më shumë begati, mos më shope. Më lejoni që ti përshëndes në veçanti kryetarin e komunës së Podujevës dhe kryetarin e vetëvendosjes në Llap, profesor Shpejtim Bulliqin, dhe gjithashtu të gjitha ato motra e vëllezër që punojnë jashtë vendit e kanë ardhur në vendlinjin e këtyre këtu në Podujevë për festat e fundvitit, e sidomos për faktin që si vjet viti ri nis një 3 ditë më herët me 28 dhjetor. Viti ri nis më herët, por viti ri gjithashtu është viti i mandatit ton të tretë, në të cilin përmes Bankës Zhvillimore do të mbështesim prodhimtarin me 1 miliard euro. Asnjë ndërmarrës nuk do të ketë më nevojë që për të investuar në prodhim bujqësor industrial as zejtar, ta lë hipotekë te bankat tokën e vet stërgjyshore, sepse shteti i Kosovës, Republika jonë, do t'jetë garanci për ato kredi investive por më shumë prodhimtari në vendin tonë. Mandatin e ardhshëm e nisim me arkat fiskale digjitale duke hequr barrierën e panevojshme për bizneset, po ashtu do të vazhdojmë me faturën elektronike biznes, e cila mundëson mbikëqyrjen në kohë reale të detyrimeve të tatimit mbi vlerën e shtuar, si dhe rimbursimin automatik të TVSH-s. Kjo është ndihmë e madhe që do ta bëjmë për bizneset e Llapit. Por jo vetëm kaq, që bizneset llapiane të kenë likuiditet të shtuar, mbledhjen e TVSH-s për mallra në kufi do ta zhvendosim brenda vendit dhe në muajin pasues, ashtu siç bëjnë bizneset me TVSH-n e brendshme. Ndërkaq për ata të cilët do të importojnë vetura nga Bashkimi Evropian, në mandatin ton të tretë e heqim taksën doganore prej 10%. Të dashur qytetar, do ta kemi programin e transportit urban dhe ndërurban publik anë mbon, me bilet të integruar, vetëm 10 euro në muaj do të mund të qarkulloni gjithandej Kosovës. Në këtë mënyrë rritet lëvizshmëria e qytetarëve që padyshim e ndihmon edhe qarkullimin e bizneseve. Mëtej, ju e dini që është dyfishu eksporti, është dyfishu investimet e huaja direkte, por kjo ka ndodhur për shkak se keni një qeveri e cila e qep thesin si buxhet dhe e thur gardhin si kufi. Para qeverisjes son, nga 11 terminale doganore të shtetit, vetëm njëri ka qenë publik në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. 10 tjerë kanë qenë të privatizuara. E me qeverisjen tonë, 8 terminale ju kanë kthy shtetit, në pranverën e vitit të ardhshëm, të gjitha i përkasin Republikës Kosovës, edhe ato 3 të mbeturat bëhen të shtetit. Bizneset do t'i ndihmojmë
jo vetëm me llogaridhënie institucionale, me transparencë e me përgjegjësi, jo vetëm me sundim të ligjit dhe me paqe e siguri. Do t'i ndihmojmë edhe me sistemin dual të arsimit, ku e lidhim aftësimin profesional me tregun e punës. 16 profile të ndryshme i kemi instaluar deri më tani dhe deri më tash 20 në 17 komuna 2600 nxënësa e kanë kryer këtë sistemin dual dhe do t'i shtojmë edhe 10 profile të reja në mandatin e ardhshëm në 32 komuna anë e mban Kosovës, ashtu që trejat dhe trit ta lidhin fitimin me punën, jo me fatin, ta lidhin fitimin me punën dhe të fitojnë nga puna e tyre sa më herët. Prandaj kjo do të mëdhe të bizneseve llapjone dhe kosovare në përgjithësi. Super puna për trit, për moshat prej 18 deri në 29 vjeç. 23.000 biznes, 23.000 tri në 16.500 biznese janë punësu. Do të vazhdojmë 6 muaj pagën minimale edhe në mandatin ardhshëm, por edhe super puna për gratë. Ndërkaq pagën minimale që e kena gjetë 130 dhe 170 euro, e kena barazu pa dallim moshe, e kemi bo 264 euro, 350 euro sa është tash, pej një janarit bohet 425 euro, e prej një korrikut bohet 500 euro. Pagën minimale 500 euro, cili do ndërmarrës që ja jep një gruaj në Kosovë, ne ja shtojmë edhe 500 tjera e i bojmë 1000 euro. I kemi ndihmu nonat edhe fëmijët. Para neve nuk ka pas shtesa fare, as për nona lehona edhe as për fëmijë. Ne i kemi marrë programin për herë të parë në Republikën e Kosovës, qysh është në Evropën perëndimore, prej nga vini ju dashur bashkëdhetar, dhe tash i kemi ngritur në 30 euro për familjen që i ka 2 fëmijë ose 1 fëmijë, dhe 45 euro për secilin fëmijë për familjen që i ka 3 e më shumë fëmijë, e në mandatin e ardhshëm do ta dyfishojmë këtë, kush i ka 2 fëmijë, për secilin fëmijë merr 60 euro, pra 120 euro, ndërkaq kush i ka 3 fëmijë i merr për secilin fëmijë nga 90 euro, pra 270 euro. Sa më shumë fëmijë, aq më pranë do ta keni shtetin në familjet e juaja. Do t'i mbështesim edhe të moshuarit. Do t'i mbështesim edhe ata që janë më të moshuar. Ju e dini që pensionin bazë të moshës 65 vjeç e kemi gjetur 90 euro, e kemi bon 100 euro, gjatë mandatit ton 5 herë pensionerat e kanë marrë edhe pensionin e 13 si mbështetje njëhershme 100 euro, pastaj e ngritëm në 120 euro, tash e kemi 150 euro, do të ngrisim edhe pensionin kontributdhënës, ashtu si do të rritet ekonomia dhe aty ku nuk ka qerdhe, por gjyshja e gjyshi, kujdesën për fëmijët e fëmijëve, për niprit e për mbesat, do t'u japim edhe 100 euro shtesë pensionit të tyre bazë, për shkak se ata fëmijë prej moshës 1 deri në 3 vjeç nuk janë veçantar të familjeve të tyre, por edhe qytetar të Republikës tonë të dashur.